Ndërsa Komisione Parlamentare rinisën punën, zgjedhjet e 11 majit dhe akuzat e opozitës për manipulime shitblerje votash u kthye në kryefjalë të diskutimeve. Në mbledhjen e Komisionit të Edukimit, deputetja demokrate Ina Zhupa ngriti shqetësimin për atë që opozita e cilëson si farsë elektorale, duke renditur një sër shkeljesh të zgjedhjeve të 11 majit, që nga ndërhyrja e krimit e deri te shpërndarja e tenderave dhe parave nga qeveria. Deklaratat e Zhupës sollën përplasjen mes saj dhe deputete socialiste Viskushi. Përveç se një farsë elektorale ku nuk votojnë qytetarët, por kur vendoset nga treni bullgar, nga grupet kriminale, nga manipulimi i votës, ju në fakt akuzoni fituesit që ju vodhën zgjedhjet apo arsye të tjera dhe kur nuk e kërkoni tek vetja. Vjedhje madhështore, mjafton të kujtoj Sara Milen, ke shumë të drejtë, keni marrë përgjegjësi shumë të madhe ju, para Sulçelës, para Troplinëve, para Bajrave, se është përgjegjësi me koka jo. Zhupa foli edhe për heshtjen e institucioneve përballë helmimit masiv të fëmijëve në një kopësht në Gramsh, për të cilën komisioni vendosi të thërasë në dëgjes ministrin e Arsimit. Debate për farsën zgjedhore u zhvilluan edhe në Komisionin e Ligjeve. Deputeti demokrat Aslan Dujgjani u ndal te përfshirja e elementeve kriminal në zgjedhje në favor të kandidatëve socialist, duke replikuar me kryetaren e komisionit Klotilda Bushka. Në një vend ku nuk sigurohet që qytetarët të votojnë lirë, të pa intimiduar nga krimi, unë nuk mendoj që ka vend që ne të mblidhemi si Komisioni i Ligjeve për të bërë ligje falso, thjesht ligje sa për dekor. Ndërkohë që në Shqipëri demokracia ka marrë fund. Në Shqipëri është instaluar diktatura. Çdo parti bën analizën e vet. Demokratët ngritën shqetësimin për situatën e demokracisë në vend, ndërsa socialistët miratuan të vetëm projekt ligjet dhe ratifikimet e marrëveshjeve të parashikuara në rendin e ditës.